Unë do flas vetëm në emrin tuaj dhe të asnjërit nga ato që janë atje. Arsyeja pse? Të ndoqa me vëmendje, të kapa dy momentet kryesore. Populli tha e po zhvendoset nga zonat rurale dhe po shkojnë në qytet. Dhe unë do të thojë më tej, ka dalë jashtë shtetit fare. Arsyeja pse? Është frukt i reformave të juaja. Kjo lëvizje. Po çdo të thotë kjo katastrofë është fatkeqësi kombëtare. Të shkatërrosh trupin tënd nëse e konsideroj gjithë Shqipërinë një trup të vetëm dhe ta përqendroj shëndetin thjesht se funksionon një organ në trupin e saj, kjo është vdekje për zgjallit. Që të ketë jetes në një idhe, në një vend caktuar, më duhen dy kolona. Më duhet materiali tok dhe materiali njerëzor. Fatkeqësisht materiali njerëzor nga kjo idhe është me reformat e juaj është detyru, nuk them se keni dëbu me forcë, por i keni mohu mundësin për të jetuar i lirë në këtë vend dhe u detyru të ikë. Shkurt e thjesht do të përmbledh në lidhje me reformën me atë që kërkohet. Nëse tentojnë tek ajo që tha e ti, bashkia është forcu, mu më ngjan sikur t'u bëj ftesë gjithë këtyne, hajni këtu në sallë dhe t'u ushqeheni, ndërkohë që sofra është atje. Dhe ju thuhet zgjatni dorën dhe arrini të mbijetoni. Gjë që është e pamundur. Detyrohen gjithë njerëzit, hapin derën dhe largohen. Reformat e juaja po e përqendrojnë gjithë kapacitetet njerëzore, po i përqendrojnë në qendër. Ne shemem sistemin pikërisht për të shkatruar centralizmin demokratik, të ndërtojmë një rend demokratik. Si do të thotë, pushteti tu shtrohet këtu janë këtë sallë nga populli poshtë dhe jo nga qendra në mënyrë centrike. Ne dhe reformat e juaja po si thush, riciklojnë copat e sistemit të para 90-s. Vetëm se mi reklamoni me ca zbukurime për marramense për qytetarin. Pra, që të shihet gjithë kjo sallë, nuk me duhet një tavolin atje. Me duhen sofrat dibrane, në çdo 10 veta atje të ketë sofrën e vetë. Të mbush sofrën e vetë, të shihet sofrën e vetë. Sepse nëpërmjet sofrës qendrore nuk ushqihet masa ashtu si duhet. Kush të dojë le të qohet më sfidoj për këtë. Unë du shërbimi të kërkoj qytetarin. Dhe jo qytetari të rend pas shërbimit, dhe shërbimi vetëm vjen duke ju largu. Gjithë bota po eksperimenton mbi ne dhe ne po eksperimentojmë mbi veten. Pra besoj se e morët vesh. Unë jam atë që sofrat... E ke kry 3 minuta 10 sekonda.